Erion Zhega, një emër i njohur i boksit shkodran shqiptar nga Austria dhe sapo mbrini në Shkodër me njëherë tek palestra e boksit. Duket që vazhdoni të jeni shumë i lidhur me palestrën e boksit, me pjesëtarët e këtij sporti. Po atjetër, me palestrën e boksit veçanti, me Shkodrën përgjithësi, po atjetër, këtu ku i kena rajte, ku kena familjen, më mirë me thonë. Një takimi i përzemër edhe me trajnerët Gjoni, Villa, Kuqi, por edhe shokët e tjerë të sportit. Po atjetër, profesori Zefi, si trajneri jem, kur kam pas karrierën edhe që sa janë trajnera, Boca edhe Lazarini, kolege, shok, stërvitet mi, po atjetër është knatësi mi taku edhe mu i papër. Kur i ktheheni në këtë palestër, besoj që kujtoni edhe momentet tuaja të boksit. Po atjetër, kujtojmë shumë momente emocionuese, ata sukseset edhe dështimet po atjetër. Është një pjesë e rëndësishme atin e jetës të kalumës tonë. Keni boksuar për vllaznin dhe jeni shpallur kampion me këtë fanet? Po atjetër, unë kam fillu këtu mo shumë vogël, për herë të parë kam dalë kampion me fëmijët në moshën 14 vjeçare, në vazhdimsi, deri para se me ikë deri në moshën 21-22 vjeçare. Cili ka qenë momenti më i bukur i karrierës së Erion Zhegës me vllaznin? Po atësh momentet, po atjetër janë aty kur del herën e parë si kampion, edhe ata sukseset që janë vazhdimsi atëherë që vinë mas domethënë njëra mas tjetër që kanë ardhur ato titujt me moshat edhe po atjetër me të rritunit që ka kanë domethënë pjesa më e veçantë. Nga informacionet që mora, gjatë memorialit që do zhvillohet këtë fundjavë, do të nderohet edhe babai juaj, Indiri Fadil Zhega, pikërisht për kontributin e dhënë si arbitër i boksit. Edhe kjo besoj që është një vlerësim për familjen, për babain tuaj. Faleminderit si për organizatorëve, në veçanti profesor Zefit e tanë tjerëve që japin kontribut në këtë pjesë. Unë jemi në Rum edhe i falenderoj shumë, po atjetër. Kështu që unë pjesë e këtij memorialit ka kanë baba dikur si arbitër, kam kanë edhe unë si bokser i vllaznisë, kështu që është një emocion i veçantë. Kur përmendim mbiemrin Zhega, kryesisht ndoshta e të fokusuar tek sporti i futbollit, por edhe tashmë edhe boksi, me dy pjesëtar, Fadil Zhegën dhe Erion Zhegën, besoj që ka dhënë kontributin e tij në zhvillimin e këtij sporti dhe sukseset e tij. Po atjetër, na jena si familje, si fis që njihena për sport edhe për kontributin që kena dhënë në sport. Kështu që mbiemri jonë pak a shumë tregon edhe vetë, domethënë se çka kena dhënë, çka mundena me dhënë për sportin. Shpresoj edhe në vazhdim. Faleminderit dhe suksese. Lumgoja, faleminderit sa për